Jam në buzë të Bosforit, në një prej vendeve ose një prej ngushticave më strategjike të globit, por njëkohësisht një prej vendeve ku ndodhen disa nga godinat më të famshme dhe më të shtrenjta të Europës. Përballë meje është godina e vjetër e portit të Stambollit, e cila prej disa kohësh është kthyer në Hotel Peninsula, një prej hoteleve më të famshme në Stamboll, ndërsa dhe është fillimi i ngushticës Bosforit, zona e Gallatës, e cila ka qenë një zonë industriale, vazhdimisht industriale. Por kush janë godinat më të famshme dhe më të shtrenjta të Bosforit? Bosfori ka qenë kryesisht një ngushticë në të dy anët e saj, e ndërtuar me fshatrat vegjël peshkatarësh, kryesisht të komsive tjera, pra grek, armen dhe shqiptar. Madje një prej pikave kryesore të ngushticës Stambollit quhet Arnautkoj, cepi ose qoshje e shqiptarëve, është një fshat peshkatarësh vazhdimisht në kohën e Perëndorisë Osmane, i cili më pas u shndrua në një lagje sot më popullore në Stamboll dhe është ngjitur me Bebekun, sot ka aty edhe një marin, një nga lagjet më shik të Stambollit. Por në fillim të shekullit të 19, tani po e kthej për ta parë, në këtë kodër përballë është pallati i Topkapis dhe kulla e Topkapis. Në fund të shekullit të 19, po çojmë për televizor pak më shumë, sultanët e kuptuan që pallati i Topkapis ishte shumë i vogël për ambicjet e tyre dhe për stilin e jetës që ata kishin. Dhe mbi të gjitha ishte shumë i vjetër dhe nuk përputhej me standardet europiane që ata po kërkonin për veten. Kështu që ata vendosën të ndërtonin një pallat të ri, të cilit ia vuan emrin Dolmabahçe. Dolmabahçeja do t'ishte në pjesën europiane të Stambollit, ballë për ballë pallatit të Topkapis në ngushticën e Bosforit. Pra do t'ishte një pallat në breg të detit ose në buzë të detit, nëse mund të themi kështu. Dolmabahçeja u bë pallati më i famshëm i Stambollit, edhe pse për ndërtimin e tij u desh një kohë shumë e gjatë. Shihni tani momentin kur vazhdojnë të ecin anijet nëpër Bosfor. Dolmabahçeja u ndërtua eksaktësisht në këtë zonë të Stambollit. Ajo u ndërtua pra pallati Dolmabahçes për të zëvendësuar Topkapin që po shihni përballë meje dhe u ndërtua midis viteve 1843 1858 gjatë periudhës së Abdulmexhidit parë, që ishte sultani i 31 i Perëndorisë Osmane. Ajo tentoi dhe krijimin e një zone krejt moderne në Bosfor, ishte e para rezidencë ndërtuar në Bosfor me një sipërfaqe prej 45.000 metrash katror, me 285 dhoma, me 40 sallone, me sallën ceremoniale, e cila kishte një lampadar të famshëm bohemian të sjell nga mbretëresha të dhuruar, nga mbretëresha e Britanisë së Madhe, dhe në atë kohë pallati Dolmabahçes kushtoi rreth 5 milion lira turke, që është një shumë e jashtëzakonshme dhe pretendohet që Perëndoria Osmane hyri në një borxh për të arritur të siguronte, dhe sot ndoshta shumë e vështirë të thuash saktësisht sa mund të jetë, por mund të jetë mbi 2 miliard dollar, të paktën sipas të dhënave që thuhen. Dolmabahçeja ishte ndërtesa e parë në Bosfor, por menjëherë pasaj u ndërtua Çirigan Palace, një pallat i dytë në të cilin vrau veten dhe vllai i sultan, i cili jetoi aty për ca kohë mbas shpronësimit. Një tjetër godinë spektakolare në Bosfor është pallati ose sot konsullata egjiptiane, një konsullat e ndërtuar nga sultan Abdulhamiti, i cili më pas ja fali atë si rezidencë verore Khedivit të Egjiptit, dhe mas rrëzimit të mbretërisë egjiptiane, pallati i mbeti shtetit egjiptian, Republikës Egjiptiane, e cila e ka kthyer atë në konsullat në Stamboll, dhe është një nga konsullatat më të bukura që mund të shihni, është e jashtëzakonshme. Në krah të kësaj konsullate janë një sër pallatesh tjerë të famshëm, sidomos shtëpi pashallarësh, një pjesë kanë mbijetuar, një pjesë janë rindërtuar sërish. Për shembull, këtu përballë janë godinat e vjetra të portit të kthyer në një hotel, shifeni, janë godinat e vjetra kjo ka qenë për shembull vetëm godinë mallrash, dhe kjo ka qenë zyra, këtej përballë kanë qenë poshtu zyrat e portit.
po cilat janë shtëpitë më të shtrenjta të Stambollit sot. Ka një renditje të 5 shtëpive më të shtrenjta dhe të çmimeve të tyre që e bëjnë shumë interesante historinë e Bosforit. Po eci këtej për të treguar. Shtëpia më e shtrenjtë e Bosforit, e cila mbahet ende sot si e pa konkurrueshme, është shtëpia e Zeki Pashas, Mushir Zeki Pashës, e cila quhet Dream House. Është një shtëpi e cila ndodhet poshtë urës së Bosforit, një rezidencë ndërtuar në vitin 1895. Zeki Pasha ishte në atë kohë një marshall në perëndorinë osmane i forcave toksore. Ai pati një pasuri të madhe, të cilën vendosi një pjesë ta kthej në ndërtimin e një shtëpie për cilën mori një arkitekt francez. Shtëpia e Mushir Zeki Pashës është ende sot e jashtëzakonshme, ka nevojë të rinovohet edhe pse ka pasur 2-3 rinovime dhe mendohet se vlera e saj është rreth 500 metra katror, edhe ka rreth 4000 metra tokë rreth e rrotull. Mendohet që vlera e saj në vitin 2011 ishte 120 milion dollar, ndërsa aktualisht ajo kushton rreth 125 milion dollar. Është vila më e shtrenjtë e Bosforit, ju e pat përmes fotografive, edhe pse ka nevojë për rinovim dhe ndërtimi i urës ja prishi disia saj sharmin e parë. Po vijon të mbetet vila më e shtrenjtë e Bosforit, 125 milion dollar. Ndërkohë që vila e dytë më e shtrenjtë është Princess Palace, prej rreth 100 milion dollarësh, një vilë po ashtu e mrekullueshme, e cila ka qenë vila e ndërtuar nga Shehzade Mehmet Burhanedin Efendi, i cili ishte një nga funksionarët e perandorisë osmane, dhe në vitin 2014 ajo u shit për 100 milion. Është ndërtuar në vitin 1880 dhe ishte po ashtu një prej godinave të ndërtuara në stilin europian, me një sipërfaqe prej afërsisht me 64 dhoma, me sipërfaqe prej 650 metra shkatror për kat dhe 6000 metra katror obor. Ajo është bler në vitin 2015 nga një biznesmen nga Katar, i cili ka paguar 100 milion euro për vilën, pra për Princess Villa, ndërkohë që shumë interesante, e treta është rezidenca misterioze quhet, e cila ka një vlerë prej 70 milion, është shitur 70 milion dollar, ka 14 dhoma, 12 banjo dhe ka një sipërfaqe për rreth 7000 metra shkatror. Nuk dihet se kush ka qenë një zyrtar i lartë otoman që e ka ndërtuar, por ende nuk dihet, thuhet se të ketë më shumë të dhëna për të, edhe pse thuhet që brenda saj ka një numër shumë të madh të antikave, sendeve me vlerë që vlen që nga koha e perandorisë osmane dhe më pas, pra vlerë antikiteti që shtojnë vlerën e vilës. Ajo është shitur në vitin 2021 për 70 milion dollar. 70 milion dollar. E treta, më e rëndësishme, është pallati me një secret garden, kështu quhet, e cila është shitur 42 milion dollar dhe është një vilë prej rreth 819 metra shkatror dhe ka një nga oborret më të bukura të Bosforit, paktën kështu pretendohet, me 8 dhoma gjumi. Fillimisht në 94 ajo shit 42 milion dollar dhe më pas ka një vlerë më të madhe, por nuk është në shitje, ka edhe një pishin që shef Bosforin. E fundit, vila e 5, po themi, më e shtrenjtë e Bosforit, është vila e, shpesa afër kalojnë anijet, është vila e Ahmet Arif Pashës, e cila është shitur 40 milion dollar, është ndërtuar në shekullin e 19, një si gjysëm kështjell, është shumë afër vilës së Zeki Pashës dhe është shitur në vitin 2019 për 40 milion dollar. Keni parasysh që në një pjesë të këtyre vilave janë luajtur telenovelat e famshme turke, si dhe çdo lloj vile në Bosfor ka një vlerë shumë herë më të shtrenjtë se sa ndërtimet normale të tjera brenda Stambollit, dhe sidomos vilat me pamje konsiderohen tashmë të paçmim.
Mos harroni dhe një gjë tjetër, që Stambolli është qyteti me numrin më të madh të miliarderëve që jetojnë në Europë.